Pamjet para kryeministrisë janë të dhimbshme, sepse aty gjatë gjithë natës tani banojnë alabak, kpucë të hedhura, mbeturina, policia nuk e mbron fare kryeministrinë. Gjatë natës duhet të krijohen çetat e mbrojtjes kombëtare urgjentisht. Policia nuk funksionon dhe nuk ka funksionuar kurrë në Shqipëri. Policët nuk e duan shtetin, sepse Shqipëria nuk ka shtet. Dhe ka patur vetëm diktaturë, mbas rënies së diktaturës nuk ka patur shtet praktikisht. Shteti krijohet nga njerëz që e duan Shqipërinë, që nuk e bëjnë këtë për një rrogë. Pra, një polic i vërtet nuk del në kryeministri për të mbrojtur kryeministrinë, po për të mbrojtur simbolet shqiptare. Dhe ne nuk i kemi ato. Pse? Flamuri që ne përdorim, shqiponja me 2 krerë, nuk është shqiponjë, por është dragua që mbron pemën e jetës, është gjetur tek perandoria hitite në Bizant, për të cilën ne s'dinim gjë fare. Këto blloqet e shqiponjës me 2 krerë janë zbuluar dhe i përkasin viteve 1900 para erës sonë, pra ne nuk e kishim idenë çfarë shqiponja me 2 krerë. Kjo shqiponjë me 2 krerë është marrë nga perandorët e Bizantit. Ne kemi marrë prej tyre, e kemi vjedhur flamurin grek. Ky është flamur grek. Ngjyra e kuq është ngjyra perandorake dhe shqiponja me 2 krena në fakt janë 2 dragonj të mbledhur bashk që ruajnë pemën e jetës. Po ne e ruajmë pemën e jetës, ne ruajmë vetëm drejlonin e jetës, edhe atë nuk e ruajmë mirë. E kuptoni apo jo? Të shikosh pamjet e kryeministrisë të vjen për të qarë, sepse është dëmtuar imazhi i shtetit që ka rënë plotësisht. Nuk është puna e kryeministrit shqiptar, ai do hiqej gjithsesi sepse i është bërë dosja në SPAK. Dhe me gjyqe hiqet kryeministri, me gjykatës, me prokuror dhe jo me grusht shteti. Kjo që po bëni ju quhet grusht shteti. Tani, kosovarët që kanë ardhur këtu për të rrëzuar Edi Ramën janë të bindur që Edi Rama është spion tradhtar. Mirë po, ai është kryeministri i Shqipërisë, jo i Kosovës. E para, e dyta, Albin Kurti është takuar me kryeministrin dhe ministrat grek vetëm këtë vit 28 herë. Do të kemi parasysh që grekët janë vëllezër ortodoks të serbëve. Janë gjetur fotografi të Albin Kurtit në rininë e tij me Vučićin. Ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur në burgjet serbe. Ku e dim ne nëse ai nuk është rekrutuar? Por gjë më të mërshme është që edhe Albin Kurti është një autokrat, nuk ikën nga pushteti. Një lloj si Edi Rama, janë që të dy binjak. Apo shkojmë në tani në rrugët e Prishtinës dhe të djegim Prishtinën, sepse Albin Kurti nuk ikën nga pushteti, e mban atë me çdo kusht. Pra, Albin Kurti dhe Edi Rama janë që të dy kopje të njëri tjetrit. Njëri në Kosovë, tjetri në Tiranë, pasi ndryshim. Prandaj kosovarët do të shkojnë në Kosovë, të heqin Albin Kurtin dhe të vënë një njeri tjetër, një demokrat, kushdo që tjetë ai, një djalë i ri, që s'ka qenë në burgjet serbe. Pra, ne shqiptarët e kemi problem kur shohim kosovar që tundin flamujt UÇK, një flamur me shqiponjë ndërkombëtare greke, kur ata mund të hyjnë në konflikt me ne, mund të krijohet luftë civile dhe ata nuk e kuptojnë që po i bën një dëm shumë të madh Shqipërisë. Urgjentisht duhet të bllokohen të gjitha rrugët që të çojnë për në Tiranë dhe të krijohen pra çetat e mbrojtjes kombëtare, të cilat ekzistojnë këtu në Poloni dhe janë të pavarura nga ushtria, janë mbrojtja territoriale në rast se ushtria humbet përkundrejt Rusisë. Kjo është mënyra e fundit e mbrojtjes. Edhe në Shqipëri duhet krijohet një organizatë të tillë, e mbrojtjes kombëtare, sa më shpejt, me bekimin tim personal. Unë jam krijuesi i fjalorit të gjuhëve indo-europiane. Dhe kur shikoj grek
në krye të demonstratave për rrëzimin e qeverisë shqiptare, unë do jem me kryeministrin pastaj, edhe sigur ky të jetë njeriu më i ligë, më i poshtër, më gjakatar, unë do bëj me kryeministrin, vetëm sepse në krye të demonstratës kanë dalë grekët. Shikoni vetë se do të merroni.